Janë mbyllur 34 kontrolle të urdhëruara nga SPAK për dosjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, shumica të cilëve janë staf i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Kontrolle janë ushtruar në 2 kompani ndërtimi dhe shumë punonjës të Autoritetit të Rrugëve dhe Korporatën Elektroenergjitike. 2 kompanitë e ndërtimit janë të njohura për tenderat që e fitojnë pranë këtyre 2 kompanive shtetërore. Ndërkohë, mësohet se aksioni i kontrollit është kryer nga vetëm agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit, duke mos lejuar asnjë punonjës të policisë së shtetit të paktën në 3 kontrolle që janë zhvilluar në zonën që është në jurisdiksionin e komisariatit numër 3 ku ka ndodhur ky fenomen. Mes personave që janë kontrolluar banesat dhe ambientet e punës, por edhe të banimit, ka edhe drejtues të kompanive ndërtuese. Në një rast, agentët e BKH e kanë lënë tek dera punonjësin e policisë, pa i lejuar që të marrin pjesë në kontroll, ndërkohë që mes emrave të personave që janë kontrolluar banesat janë edhe familjar të drejtuesve të kompanive. Kontrollet janë bërë për të vijuar procesin e hetimit për dosjen hetimore ku zyrtari më i lartë në akuzë është zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, për të cilën SPAK ka kërkuar nga Kuvendi heqjen e imunitetit dhe dhënien e lejes për heqjen e lirisë.